Konkursi. Për ju të huaj, një burs do t'jepej me konkurs. Nga ky lajm, qenë ku qenë gjithë shpendët se që ngren e ku venduan në një listë u regjistruan. Në një salë u mlodhen bashk, mënd asnjë nuk ngeli jashtë. Më në fund, nga kreu i salës, se që ndjedhe zëri galës: Sekretare komisioni, kra, urdhëroj pushoni. Po prezantoj më parë, kra, dhe dy antarë. Si poliglote me name vull zgjedhim sot ne zonjën Pull. Në juri, pa shumë gjyqe, le të pranojmë dhe zonjën Kyqe. Gjithë shpendët nga kjo juri, gumëzhim e bën çudi. Prap krakëlliti zonja Gal, sa s'pipëtiu askush në salë. Në konkurs bëhet apeli nga një zog prej Harabeli. Ka, e ku, kush do vi i pari këtu? Gjithë shpendët një nga një konkurojnë pa bërë zë. Kur listës po i mbarohe i fili, i vjen radha një bilbili. Del përpara me nxitim, konkuron me goj e shkrim. Tek s'kupton dhe as një fjalë, krakëlliti zonja Gal. Kush përkthen nga ju në salë? Çfarë po thot zotnia val? Pa e prishur Terezin, nis përkthen një gardelin. Siç më dëgjuat, bilbili thot, të gjitha gjuhët fola sot. Të gjitha gjuhët? Ma ngadal, ma modest, thot zonja Gal. Ka. Pula se qesh, As një fjalë shte mora vesh. habitet Kyqja. Ku? Të gjitha gjuhët fole këtu. Po, moj po, bilbili thot, veç shtregju nuk fola dot. Se cilat janë gjithkush e di, 3 gjuhët që fliten në juri. Qohet Gala prej komisioni me i natë, sa rëzohet froni. Bilbili qenë ka ignorant fare, që s'nje 3 gjuhët zyrtare. Po bilbili, si a kthen Galës, del ligjeron në krye të salës. E dini pse sfitova pra? Se nuk fola Kra. E dini pse s'qëndroj këtu? Sepse flitet ku. E dini pse shtektoj unë pra? Sepse kur s'ka, s'them ka. Pasi fjallën a i mbaroj, hapi krahët, fluturoj.